Rustem Pavata i Strelcit shkon të Dauti Bishin i Sneq. Gëzohet Dauti e kish pas për qef këtë musafir. Shkon edhe i thot gruas vet, thot ka ardhur një musafir i mirë edhe më na prje një knus për darkë. Po bojnë laf këta nod, po gruaja atje pret knusin e pi thot djalit vet, tha shko, tha nod burrave atje këshyr thirrë babën e vete, a mja bo knusin me qorb, a me qërvish. Në ta dhe ky musafiri e njeu gruën të fol atje në bërë, shkon gjami qel, edhe u afru, tha, oj motër, tha nuk jë marrë as për qorb, as për qërvish, po jë marrë për Dauti Bish. Do më thonë, dikush nuk shkon veç më hangër, po shkon më bo laf, mu knoq, më nejt.